Pika e 5 e mesazhit është e bazuar te vargu 7. Besimi vërtet di të deklaroj, por di dhe të thërras. Tani, unë vi nga background pentakostal, teologjikisht, edhe një nga gjërat që ne bëjmë gabim ndonjëherë është që ne rrëshqasim pak në ekstremin që çdo gjë që shpall përpara Perëndis do të ndodh patjetër. Edhe dikush më tha, sot është e diel, sa shpall gjithë ditën tha që është e hënë, sot është e diel. Tha nuk ndryshon, edhe sikur ta shpallësh me besim dhe lutje përpara Perëndis. Por, çfarë unë kam mësuar në këtë psalm, që jo vetëm që ne shpallim bekimin e Perëndis, por çfarë bën Davidi, ai ndan edhe ndoshta me përshpërima edhe një nevojë që ka. Shikoni se duket sikur në këtë varg duket sikur ndryshon dhe toni i psalmistit. Ai ka thënë, Zoti është drita ime, shpëtimi im, nga kur do të kem frikë, tani thot, Zot, dëgjoj zërin tim. Zot, dëgjoj zërin tim. E kam nis me ty. Kam ardhur prej teje në këtë tokë dhe po jetoj për lavdin tënde, por po përballem me disa gjëra që më kanë frikësuar. Më dëgjoj zërin e zemrës. Edhe unë besoj fort që vargu 7 edhe 8, siç Davidi thot, janë vargu ku ndryshon jo vetëm toni, po duket sikur dhe drejtimi që ai kishte në fillim. Ai thot, o Zot, dëgjoj zërin tim, unë të këllthas ty. Ki mëshirë për mua dhe përgjigj mua. Zemra ime më thot nga ana jote, kërkoni fytyrën time, dhe unë Zot kërkoj fytyrën tënde. Në fakt kjo më ngushëllon, sepse kjo çfarë bën Davidi në këtë moment nuk është mungesë besimi, por është sinqeritet. Dhe unë lutem me gjithë zemër që kur të arrijmë në pikën ndoshta ku Davidi ishte, ndoshta jo domosdoshmërisht me sfidat që ai kishte, por përballë frikrave tona. Edhe kur provojmë të pohojmë vargjet tona të preferuara në lutje, ose njohen që kemi atributet e Perëndis, unë besoj fort që Zoti dëgjon edhe ato lutje që s'janë teologjikisht në rregull, Zoti dëgjon edhe ato lutje që s'janë me zë të lartë, Zoti dëgjon edhe lutjet që ndoshta në strukturë nuk duket që janë bukura, po janë nga një zemër e sinqertë. Dhe Davidi thot thjesht, Zot më dëgjoj. Lutja që teologjikisht mendoj se kishte disa probleme, ishte kërkesa e zemrës së Pjetrit. Ai nuk u lut aty ynë që në qiell më shpëto se po mbytem, ai tha, Zot shpëton. Edhe unë nuk e di me cilën rrethan po përballesh, Zoti sot dëshiron prej teje dhe prej meje, që frika që po përballemi, pasiguritë tona, të themi Zot lutem më dëgjoj. Zot lutem dua të njoh ty që je me mua në këtë sfidë, edhe dua të njoh ty pas kësaj sfide, dua të njoh si Perëndia që ka transformuar jetën time, edhe mund të bëj që të vinë kish me një dëshmi të re, si Zoti më bëri që të dal në anën tjetër. Çfarë në fakt Davidi cek në këtë psalm, ai thotë që Perëndia edhe sikur babai dhe nëna ime më braktiste, ai thotë Zoti do të më pranonte. Tani çfarë unë mësoj nga ky psalm? Mësoj që Davidi është i sinqert. Ndoshta mund të ketë fol për miqt më përpara, për njerëz të ngushtë, për të afërm, tani e lidh tek personat më të afërm të jetës tonë. Ai thotë edhe sikur familja ime mos më mbështeste në sfidën që po kaloj. Ndoshta nuk e ka mundësinë financiare, nuk e ka mundësinë për të më mbështet emocionalisht, nuk e ka mundësinë për të qenë fizikisht me mua këtu, për arsye nga më të ndryshme. Ai thotë edhe sikur kjo të ndodh, Zoti do të më pranonte. Tani nuk e di ku ishte era e fundit që ishte i rrethuar me njerëz të duhur, në familje ose në shoqëri, dhe pse në praninë e tyre mund të jesh ndjer vetëm. Davidi e kishte kaluar këtë fazë dhe ai thotë edhe sikur kjo të ndodh, Perëndia do të më afronte. Dhe unë besoj fort që pritshmëritë tona ndonjëherë që kemi nga miqtë tanë, nga familjarët tanë, ndonjëherë frika jon duke sikur ushqehet nga këto pritshmëri të larta dhe mund të na vinë edhe kundër. Shpesh unë nga pritshmëritë e larta që kam pas për miqtë e mi, jam zhgënjur, edhe jo se ka pas problemin miqtë e mi, por se unë kisha pritshmëri që vetëm Perëndia mund t'i përmbushte. Dhe në vend që të shkoja tek Perëndia, ja hidhja fajin miqve të mi, pse s'po mi përmbushin. Edhe një njëjta gjë në adoleshencën time ishte raporti me familjarët e mi, kryesisht me Timate dhe Timem. Ishte kryesisht me ata dy, duke të pritshmëritë e mia të larta, vetë që ti përmbushja nga atributet e Perëndis, nga njohja e Perëndis, duke sikur i adresoja problemet e adoleshencës atyre. Davidi na mëson edhe sikur ati dhe nëna ime
Tironësit do thoshin tata dhe hia. Në Durrës ne do thonim lala dhe mama. Ose siç njohim gjithë, edhe sikur babi dhe mami. Personat më të afërt, ose në kishën tonë kemi adoleshentë mrekullueshëm që janë rritur nga gjyshërit e tyre me sakrificë. Edhe sikur thot Davidi, edhe sikur ata që janë më të afërt me mua do të më braktisnin, do të më ndihmonin, Zoti do të ishte pranë meje. Pika e parafundit, pika 6 në vargjet 11-12. Zoti nuk na jep vetëm mbrojtje, por dhe drejtim. Unë lutem që kjo të jetë lutja jonë sot. Zot, është e lehtë i lutem Zotit për mbrojtje dhe ai e bën, por ti lutesh Zotit për drejtim do të thotë që kur e kalon një problem, ke marr udhëheqjen e Perëndis që më mos bish sërish në të njëjtën problem. Keni parë ose keni dëgjuar njerëz që sapo kalon një problem, e fut veten në një problem më të madh. Sapo ka mbyll një kredi, futet në një kredi tjetër dhe pastaj ankohet te pastori kam sfidë financiare. Nuk hedh dot vjetën. Edhe pra, sepse nuk kërkojmë udhëheqjen, shtegun e Zotit, po përpiqemi të dalim vetë në anën tjetër. Dhe ne si njerëz, Perëndia ka krijuar të dalim vetë në anën tjetër, por shtegu më i mirë që Davidi na mëson është Psalmi 11, pra Psalmi te vargjet 11-12. Ai thot: O Zot, më mëso rrugën tënde, më udhëhiq në një shteg të shesht. Për shkak të armiqve të mi, ai thot: mos më braktis në dëshirat e armiqve të mi, sepse kanë dalë kundër meje dëshmitar trem, njerëz që duan dhunë. Ai thot: Zot, më mëso rrugën tënde, më mëso Zot mënyrën tënde. Ndoshta jam përballë me frikën time për shumë vite, po s'kam pasur rezultat, dua të bëj gjërat sipas mënyrës tënde. Në një seminar, Albert Einstein i erdhi një pyetje, i tha: profesor, cila është përkufizimi i budallallokut? Edhe ai tha: budallalloku sipas përkufizimit tim është të bësh 2 herë të njëjtën gjë dhe herën e dytë presësh rezultat tjetër. Edhe ndonjëherë jeta ime ka qenë kështu. Përpiqesh ta merr në kontroll situatën duke bërë të njëjtën gjë, edhe habitesha pse Zoti po vepron dhe pse rezultati ishte i njëjtë. Davidi na mëson diçka tjetër. Ai thot: Zot, më mëso ti mënyrën tënde. Kam të njëjtën frikë, të njëjtën sfidë, të njëjtën krizë financiare ndoshta, të njëjtën sfidë në aspektin e marrëdhënieve në familje, por dua që ta bëj tani sipas mënyrës tënde. Pika e fundit. Shpresat e Zotit na mban kur përgjigja vonon. Na duket ne sikur vonon, por Bibla thotë që Zoti kurrë nuk vonon për mbushjen e asaj që ne kemi kërkuar. Davidi në fakt na nxit dhe na inkurajon dhe me këtë dua që ta mbyll. Ai thotë: jam i bindur se do ta shoh mirësinë e Perëndisë, e Zotit, në dheun e të gjallëve. Shpreso te Zoti, bëj fort, merr zemër, prit në Zotin. A nuk është e manitshme që kur përballemi me frikrat tona, ne kërkojmë dritën e Perëndisë, më pranojmë Perëndin, atë që ai është, i themi Zotit: Zot, tani më dëgjoj frikën time. Dua ta ndaj me ty. Pasi ja kemi ndar Zotit, i themi: Zot, më mëso tani si të merrem me atë që më ka penguar deri më sot për të pas ndikim. Edhe në fund, ai thotë që jam i bindur që për sa kohë jetoj këtu, do ta shoh mirësinë e Perëndisë në dheun e të gjallëve. Në fakt Jeremia 29:11 thotë që unë i njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti, mendime paqe jo të skeqjes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Dhe për këtë e ka për jetën tonë këtu në tokë. Dhe unë besoj fort për sa kohë, vite, dekada që Perëndia ka për ta mbajtur këtu në tokë, unë lutem që kjo të jetë lutja jonë. Zot, ti ke mendimet për jetën time. Edhe unë kam mendime, po mendimet që ti ke për jetën time janë mendime shumë të larta. Fakt unë do doja që ky psalm jo vetëm të na bëj të njohur Davidin si u përball me frikën, por ky psalm në thelb ka njohjen e Zotit Jezus. Ky psalm çon tek Jezus Krishti, tek ai që ne duam të takojmë në këto momente. Edhe unë do doja në fakt që të mendojmë që ne që njohim Zotin, pasi ai erdhi edhe kur e lexojmë në Dhjetën e Re, Zoti thotë që unë jam drita e botës. Davidi tha: Zoti është drita ime dhe drita ka emër, Jezus Krishti. Jezus Krishti tha tek Gjoni 8:12, unë jam drita e botës. Madje Mateu 1:21 thuhet: Zoti është shpëtimi ynë. Ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet. Ishte lajmi që engjëjt i dhan barinjve. Tek Efesianët 2:13 shohim që puna e Jezus Krishtit është që të na sjellë në pranë Atit, për të na bërë bi dhe bija. Jo vetëm persona që shkojnë tek Ati për të kaluar problemin e radhës, që mund ta bëjmë, por më shumë
për të quajtur bijtë e bija. Në Krishtin fakt, Biblia thot që ai nuk na lë dhe nuk na braktis, sipas Hebrejve 13:5. Në fakt, ajo çfarë do doja që të mendojmë në këtë mbrëmje është që thirrja e fundit e mbretit David ai thot prit në Zotit, lij fort, merr zemër, prit në Zotin.